profetët e Allahut nuk folnin me gjuhën e forcës. Nuk e kishin atë ndikimin e tyre në masa, që në ditët e para pra, sepse do të dukej shumë absurde që nga mesi popullit pagan të dilte njëri që thret në besim dhe të duartrokitej për njëherë. Përkundrazi, këta liderët pastaj duke shfrytzu dobësinë e profetëve, varfëninë e tyre her pas here, pabesimin e popullit ndaj tyre, përgënjeshtrimin e të ngjashme që ndodhin, këta fusnin edhe lloj-lloj hutije dhe luhatje tek populli, që popullit të mos i pranonte profetët si të denj, si të vërtet, për të qenë udhëheqës këta në vend të këtyre udhëheqëve. Për t'ju dhënë besimin dhe për t'i pasuar profetët sikur që pasohen këta pushtetarë. Dhe për të bërë atë që ata dëshirojnë, e për të mos u pengu, ata janë munduar që t'i gjunjëzojnë profetët dhe rrjedhimisht t'u humbin popularitetin e t'i devijojnë ndjekësit e tyre, e të mos i lëjnë të shtohen numrat e tyre që të pasohet ai profet. E Musa a.s. nuk kishte asgjë tjetër tash. Në këtë rast nuk e kishte ndonjë armë më të fuqishme se armët e faraonit, nuk e kishte një ushtri më të fuqishme se ushtria e faraonit. Madje ishte pjesë e një komuniteti, një populli që nuk ishin më të fuqishëm se popullata e faraonit. Pra në gjitha aspektet Musa ishte më i dobët. Një tro fortë që e kishte ishte ajo forca me lart, me qiellin, me Allahun xhalla xhelaluhu, por ajo forcë reagimin nuk e ka qysh ne kemi dëshirë njerëzit që të ndodh aty për aty, hë për hë, pra kur ndodh kundërshtimi, ne kemi dëshirë që pas atij kundërshtimi që i ndodh profetit, të vi me njëherë mbështetja Allahut dhe të vërtetohet para masës se ky profet nuk ishte gënjeshtar, nuk ishte rënasak, nuk ishte mashtrues, por ky ishte i dërguar nga Allahu, sepse kështu edhe po mbështetet nga argumentet. Këto argumente profetit i kishin, por jo në afat të shpejt kohor, sikur që e dëshironte këtë populli. E për këtë pra, profeti në këtë rast, Musa a.s. tha, kërkoni ndihmë te Allahu dhe bëni durim. Bëni durim sepse pa durim nuk arrihet drejt fitores. Kjo është çelës që duhet ta mbajmë në, siç thon, vath në vesh për të rjetën. Pra, ne duhet të jemi shumë herë të kujdesshëm se çka po duam, çka po synojmë, çka po arrijm me punët tona dhe me aktivitetet tona.